Nuk do të aknoshton asnjë. Nuk do të insistoni që ajo do të jetë pa. Teatri Zini Sako mirë pritime shumë të qeshura, publiku në Gjirokastrit në shfaqjen komike e martuar me një të panjohur, një vepër plot situata të papritura, keq kuptime dhe humor fin, që mbart mesazhin e përhershëm mbi marrëdhëniet dhe dashurinë. Mua ky ishte një rol ndryshe nga gjithë të tjerët, unë për vete e kam shijuar, kam provuar ndjesi që ndoshta në jetën tonë të përditshme nuk mund t'i provojmë, po skena e ka këtë fat, kështu që unë për vete e kam shijuar si aktore, por jam e bindur që edhe publiku e ka shijuar të gjithë skenën. Nuk e di, jam shumë i emocionuar, shumë i lumtur, pash një sallë plot. Mendoj se shfaqja shkoi shumë mirë, aktorët ishin në nivelin e dur, publiku e përtypi në mënyrë të mrekullueshme shfaqjen, u bë pjesë e shfaqjes dhe të gjitha të qeshura dhe duartrokitjet janë një kënaqësi për ne aktorët, të motivojnë kur të jenë në skenë dhe kuptojnë që shfaqja ndiqet nga publiku. Në sallën e mbushur plot, komedia me autor Aldo De Benedetti dhe regji të Aleksandër Kondit solli në skenë aktorë të njohur si Erion Hinaj, Delinda Disha, Asiana Koka, Aleksandër Kondi, Kosta Kreçi dhe Lejda Çeli, të cilët me interpretimet e tyre plot energji dhe ritëm, mbajtën publikun të bërthyer deri në fund. Sot dham premierën e komedisë e martuar me një të panjohur, një komedi italiane, e sollëm këtu në teatrin e Gjirokastrës, në Zini Sako. Unë jam e ftuar sigurisht dhe premiera e sotme më solli shumë emocione, shumë kënaqësi. Unë e shkel për herë të parë me interpretimin e personazhit të Klotildës, ishte një publik shumë i ngrohtë, më fali shumë të qeshura, kështu që uroj dhe shpresoj që Teatri i Gjirokastrës të bëjë bashkëpunime të tjera, të thrasë aktor edhe regjizor, sepse i bëjnë mirë edhe trupës, eksperiencë, por edhe teatrit qytetit. Sapo ka përfunduar premiera e re e teatrit Zini Sako, vepra me regjit Aleksandër Kondit, e martuar me një të panjohur, interpretuar nga gjithë kasti i trupës profesionistes të teatrit dhe me një pjesëmarrje të veçantë Delinda Disha. Ne jemi të mbushur plot me emocionet që na ka dhuruar publiku dhe jemi të bindur që e kanë shijuar, kanë qeshur pa fund. Kështu që ju presim nesër. Me skenografi të Erlin Nikollës, shfaqja u zhvillua mbrëmjen e të mërkurës, e do të shfaqet po ashtu edhe mbrëmjen e të enjtes së 13 nëntorit në orën 18, duke sjellë në Gjirokastër një atmosferë të ngrohtë teatri, e shumë të qeshura. Një komedi që vërteton se dashuria dhe keqkuptimet, edhe kur ngatrohen, mbeten gjithmonë burimi i shkëlqyer humori.